Kriza politike, kriza energjetike dhe kriza ekonomike në cilën gjendet Republika e Kosovës është krye këpucë si rezultat i veprimeve ose mos veprimeve të lëvizjes vetëvendose. Kushtetuta e Republikës Kosovës i ka dhënë të drejtën ekskluzive partisë që dele para në zgjedhje për të nominuar kandidatin për kryetar të kuvendit. Por, me këtë të drejtë ekskluzive, vije dhe përgjegjësia ekskluzive, pra krye këput, përgjegjësia i takon lëvizjes vetëvendosje që të krijojë 61 vota, të krijojë shumicën për të zgjedhur kandidatin e nominuar për kryetar të kuvendit. Pra, e drejta i takon vetëvendosjes që të nominojë një emër për kryetar kuvendi, por dhe detyrimi, obligimi i takon krye këput vetëvendosjes që të krijojë shumicën, të krijojë në votat e nevojshme për të zgjedhur këtë kryetar. Pra, kriza politike, kriza energjetike dhe kriza ekonomike në cilën gjendet Republika e Kosovës është krye këpucë si rezultat i veprimeve ose mos veprimeve të lëvizjes vetëvendosje, qoftë në qeveri, qoftë në kuvend. Është e papranueshme që të reduktohet diskutimi i konstituimit të organit më të lartë demokratik në një republikë parlamentare siç është Kosova, pra konstituimi i kuvendit, të reduktohet në një diskutim ma voto këtë e pastaj shihe ai kanë votat. Pra nëse zoti Kurti për vete për të bërë kryeministër i pas ka 61 vota, pse nuk i ka 61 vota për zgjedhur Albulena Haxhiun krye parlamentare. Pra shihet qartazi që është një lojë, është një skem e bllokimit të themelimit të institucioneve nga vetëvendosja dhe nga zoti Kurti për të mos themeluar kuvendin, për mos konstituuar kuvendin e Kosovës dhe për të mos vazhduar me instanca tjera. Pra nëse zoti Kurti për vete i ka 61 vota, pse ato të njëjtat vota nuk i përdor dhe për zgjedhur kryeparlamentarin dhe për të konstituuar kuvendin dhe për zhbllokuar këtë krizë politike e cila po ka dhe efekte negative, energjetike, ekonomike, socioekonomike për gjithë vendin. Pra, zoti Kurti, nëse i ka votat për vete, pse nuk i shfrytëzon të njëjtat për të konstituuar dhe kuvendin e Republikës Kosovës.